Makedona, në Shkup, anë Strug? Kryesisht në Strug. Kryesisht në Strug. Hajde në Shkodër. Po edhe vi. Hajde. Nuk e kemi lashë, që po presim si të jetë atmosfera, vazë nisem. Jo, Shkodër është atmosfera. Divë, verë, edhe në verë, në pedonale. Kryesisht, tek ne në fund vite, gjithmonë familja ka qenë epiqendra e gjithë shkaja dhe zgjedhëm të festojmë familje. Një fest, le të them shumë më intime, në sens të festimit me njerëz të gjatë. Po, edhe ne familjare kemi pasur shumë, është mikse e gjithë. Festojmë familje, më tepër këto atmosfera e para vitit të ri zgjedhim të udhtojmë dikund jashtë për ta shijuar, por natën e vitit të ri zgjedhim me familje. Tani s'ke për të udhtuar, ke ne aq shumë New York sa s'ke, Ne po pushojmë pak. sa kokë ndetur, kështu që do pushosh. Jo, po e pres 1 marsin, si vit i ri i real. 1 mars. Vitet të ri feston? Po, zakonisht njerëzit që janë njerëz, me 1 mars e festojnë ditën e ri. Po të tjerë, madje bëjmë të tjerë që na kanë fal. Po na kanë diku, Ne na nxorr regalista. Sa mirë ti në shtëpi më the. Në shtëpi. Inshallah nuk e bën si bujari me shokët. Deri në orën 8, po. Deri në orën 8. Diskutosh. Deri në orën 8. Faza e parë. Ai kemi gati, ë? Qytetet tona është tradicionale, ne vëm gjysmë karikuar në shtëpi deri në orën 8. Pastaj ndajmë vetëm kur na bien telefonat që do vini apo si keni planin. Pastaj vetëm atëherë fillojnë në shtëpi. Po të nesër si e vazhdon pastaj prapë të shokët. Sa zgjohemi, jo mblidhemi të gjithë me ato që kanë ngelur për një gotë, që se themi në herë që del plubi do plub që dalë. Po kur je esëll nga qa ore nesme? Mbas datës 3 lamë të grosha, kur fillon grosha. Kur fillon grosha, ja vetëm një sekund. Po, Mariela dhe ti më the në shtëpi, ë? Në familje, deri në orën 12, pastaj pas 12-ës në një organizim me shoqërinë në një nga lokalet e Tiranës. Pastaj mas 12-ës? Po. Si çdo vit. Si çdo vit. Jo, po bëhet. Po hatë në shtëpi, dalin njerëzit pastaj. Ta festuat afishën Është e bukur. Tani me që thash që i kam nga gjithë trojet shqiptare, përpara se të kalojmë pjesën e tretë, që thash do merrni sekreti baklavas. Kemi çuar kamera kësaj here, se u bë shumë vite që them si bëhet kjo baklavaja, si s'bëhet. E ki parasysh që unë vetëm shijoj se për të bërë s'bëj asgjë vetë. Në pjesën e tretë do keni një reportazh se si bëhet baklavaja në një zonë, gati në një fshat të zonës së Pogradesit, por shumë interesante. Doja ta mbyllja me një këngë që një ditë në një nga zonat më të bukura ku banojnë shqiptar me, po e quaj tani me origjinë, se janë arbreshët, në Piana dei Albanesi, qyteza më e madhe arbreshë, rreth 6.000 ca banor, që e kanë ruajtur traditën, zakonet në mënyrë fantastike. Ata kanë vritur aty diku rreth vitit 1490 në mos gaboj, vazhdojnë të jenë. Njëri prej arbreshëve, vllai i kryetarit bashkisë, në fakt me mbiemër Peta, tani nuk po e kujtoj dhe më vjen shumë keq që nuk e kujtoj emrin e artistit, e gjeta duke kënduar në rrugët e fshatit. Ula me të, kini parasysh një gjë, këngët arbreshe, cilat kanë kaluar pothuajse 5 shekuj dhe janë më të hershme se të gjitha këngët e muzikës popullore që ne kemi, cilat kryesisht datojnë nga shekullin 19, mesi i shekullit 19 e këtej, këngët arbreshe, një pjesë e tyre janë më shumë se 300 vjeçare. Dua ta dëgjoni këtë këngë. Kemi në Shkodër edhe këngë 400 vjeçare. Mundet, se tani nuk e di, nuk jam ekspert i muzikës, po e di që këngët arbreshe... 78. Këngë me partitura, me fjalë, me tekst, 78 këngë të mbledhura. Të mbledhura, me partitura. Në Skujgjia. Jepja pak të lutem muzikës, kush ta ndjej leta këngë. Moje bukura, more, si të lash më ngëtë pash, si të lash, si të lash, si të lash më ngëtë pash, si të lash, si të lash, si të lash më ngëtë pash. Atje kam udhëtin ta, atje kam zonjën më, atje kam edhe ti mua,
atje kam, atje kam edhe ti mua. O e bukura more, o e bukura more. Unë? Po kënota i para, unë dëgjoj atë. Në fakt, kjo ishte për të treguar që edhe pse si kemi të pranishëm në studio, arbreshët janë një pjesë integrale dhe e pandar e kulturës, e historisë, e kulturës dhe e trashëgimisë tonë. Edhe një duar trokitje për këngëtarin i cili është kthyer në pianat e albanezi dhe këndon edhe në nivelet larta të këngës italiane në versionin e këngës etnike, pra po e themi, shqiptare. Ishte një nga momentet, ishte perëndim dielli, ishte nga momentet e jashtëzakonshme. E gjeta vetë duke kënduar pak në rrugë. Nuk ishte e organizuar, edhe u mblodhën dhe njerëz, e kishte një prej dimensioneve tjetës ti. Tha, kam udhëtuar gjithandej, kam udhëtuar shumë vende të botës dhe në fund jam kthyer prapë aty ku kisha rrënjët e të parëve të mi. Unë do falenderoj tani të 8 të ftuarit që përfaqësonin në një farë mënyre të gjitha trojet ku jetojnë shqiptarët,